Në raport me çështjen e ekspozitës, më lejoni që në emër të kryesisë së kuvendit të shprehim keqardhjen tonë për atë çfarë ka ndodhur. Na vjen shumë keq për të gjitha familjet, palët që janë prekur më së shumti dhe sidomos për qytetarët e Republikës Kosovës. Pas këtij rasti, si kryesi e kuvendit, do të ndërmarrim hapa për ndryshimin e rregullorës ekzistuese, me qëllim që të formojmë komisionet posaçme profesionale që vlerësojnë kërkesat e tilla, sepse rregulloria për subvencionim nuk parasheh një gjë të tillë, apo në anën tjetër, siç u përmend edhe në mbledhjen e kryesisë së kuvendit, siç bëjnë sidomos ekzekutivi, ku bëhen thirrje publike paraprakisht e pastaj mbështeten projektet e caktuara nga ana e komisioneve profesionale. Për shembull, sa unë kam qenë ministre e drejtësisë, kështu kemi vepruar, në fillim të vitit është hapur thirrja, kanë aplikuar organizata me projekte të ndryshme dhe Ministria e Drejtësisë ka mbështetur ato projekte, përkatësisht komisionet profesionale, ato projekte që kanë vlerësuar që merren me çështje sociale dhe familjare. Pra edhe në mbledhjen e kryesisë së sotme u diskutua si një mundësi e tillë, por që pas ndryshimeve që do të bëhen në rregullorën ekzistuese. Dua të ritheksoj se Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk e ka organizuar ekspozitën. Nën patronatin tim, si kryetare e kuvendit, është organizuar vetëm një ekspozitë dhe atë më 6 mars. Pra në 6 mars, në 3 ditët e epopesë së ushtrisë lirimtare të Kosovës, si kryetare e kuvendit kam organizuar një ekspozitë së bashku me Institutin për Krimet e Luftës dhe atë ekspozitë e kemi bërë në hollin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, disa prej mediave kanë qenë adit, dhe aty kemi ekspozuar fotografi të realizuara nga 2 fotograf shqiptar që ndërlidhen me krimet që kanë ndodhur në Prekaz dhe fotografi pra që janë për herë të parë kanë qenë publike. Pra pikrisht ata që sot linçojnë, ata që sot më akuzojnë, nuk ishin të pranishëm në këtë ekspozitë realizuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Madje ka pasur edhe deputet kuvendit të cilët nuk kanë qenë pranishëm, ndonse thirrja është bërë për gjithë. Në ndërkohë, lidhur me ekspozitën Masakrat në Kosovë 1998-1999, vendimi për mbështetjen financiare të kësaj ekspozite është marrë në kryesinë e kuvendit. Përveç përfaqësuesve të listës serbe, të gjithë anëtarët tjerë kanë votuar në favor të këtij vendimi. Kryesia ka vepruar mbi bazën e informacionit paraqitur në atë kohë dhe siç e kemi thënë nuk ka pasur asnjë indikacion për pasaktësi. Njëkohësisht duhet theksuar se verifikimi të dhënave nuk bie në kompetenca të drejtpërdrejta të Kuvendit të Republikës së Kosovës, as kryesisë kuvendit. Pra duhet ta kemi të qartë që Kuvendi i Republikës së Kosovës në përputhje me mandatin e tij mbështet iniciativa të shoqërisë civile, artistëve, të organizatave që trajtojnë çështje me interes publik, përfshirë edhe kujtesën kolektive dhe dokumentimin e luftës. Kjo mbështetje nuk nënkupton ndërhyrje në përmbajtje dhe as miratim të saj, nuk ka mekanizma të tillë ligjor, përmbajtja mbetet përgjithësi e plotë e autorëve dhe organizatorëve. Sado që është provuar të hidhet faji te kuvendi, që ka bërë lëshime dhe ka qenë i pavëmendshëm, ju them që aktualisht kuvendi nuk ka mekanizma të tillë që bëjnë punën kërkimore, hetuese, verifikuese mbi projektet të cilat prezantohen nga organizatat apo nga qytetarët e vendit. Pra dua të theksoj se trajtimi i skaluarës son i luftës dhe i viktimave kërkon seriozitet, kërkon përgjegjësi dhe mbi të gjitha kërkon unitet. Andaj në këtë drejtim, me qeverinë e kaluar kemi ndërmarrë shumë veprime që adresojnë krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidin që ka ndodhur në Kosovë. Në këtë drejtim, ne kemi themeluar Institutin për Krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, atë që e përmenda, me cilën e kam organizuar edhe ekspozitën më datë 6 mars, pra për epopejën e UÇK-s, por ky institut është themeluar me qëllim që të kemi të dhëna të sakta, dokumentim të saktë luftës. Pra instituti tashmë është duke e bërë punën e tij. Me sa kujtoj sot ka folur edhe kryeministri Kurti në raport me punën që ka bërë instituti, por unë ju inkurajoj që ta merrni edhe raportin e punës së institutit për të parë se çfarë ka bërë instituti deri më tani. E kuptojmë ndjeshmërinë që në qoftë se dokumentimi i krimeve të luftës ish bërë me një herë pas përfundimit të luftës, si me thënë 20 qershor të vitit 1999, gjithçka do të ishte sot më e lehtë. Por më shumë se 2 dekadat pas luftës, ne nuk kemi pas një institut që dokumenton dhe verifikon krimet e luftës në mënyrë që ne mos përballemi me problemet e tilla. Lufta jonë e fundit është një plagë e hapur që na dhem të gjithëve. Ne kemi familjar,
kemi miq të afërm, qytetar e bashkombas të vrarë të shtukur, ne çdo vit i kujtojmë ata e ato, e na dhem edhe reagojmë dhe kjo është normale. Ende s'ka drejtësi për krimet e luftës, por ne kemi adresuar gjykimin mungesë, duke pasur parasysh që Serbia nuk i dorëzon kriminalët e luftës. Nuk i dorëzon as kriminal që kanë kryer krime lufte, pra në kohë të luftës, e as terroristët që kanë kryer krime, i referohem krimit terrorist apo terrorizmit në Banjsk, pra Serbia është bërë e kriminalëve të luftës edhe atyre terroristëve që kryejnë krime në kohë të paqes. Prandaj, siç e keni parë, asnjëherë më shumë akt akuza për krime luftës ka pas. E di që s'janë mjaftueshëm, e di që s'janë boll, por ne kemi shtuar kapacitetet në departamentin special, pra për krime lufte, kemi rritur numrin e policëve, kemi mundësuar, si që thash, gjykimin në mungesë dhe kemi miratuar strategjinë për drejtësinë tranzicionale që adreson nevojat e viktimave. Pra, nëse flasim se çfarë kanë bërë qeverit prej pas luftës e pas shpalljes së pavarësisë, me përgjegjësi të plotë, ju them që asnjëherë nuk ka pasur përpjekje më serioze se sa prej 2021-ën, kur edhe kemi filluar punën në këtë drejtim. Po ashtu në raport me padim për gjenocid, por për shkak të ndjeshmërisë këtij rasti, unë nuk mund të jap më shumë detaje sa i përket kësaj çështje. Unë sot lus që këtë dhimbje të madhe të vërtetës mos lejojmë të na prekin ata që në çdo dhimbje tonë provojnë të shënojnë pojena politik. Kuvendi nuk është autori i ekspozitës dhe gjitha subjektet politike në kryesi, po e theksoj, përveç listës serbe, e kanë votuar një kërkesë të tillë, që ka ardhur nga organizata Integra. Dhe për këtë do t'ju them edhe diçka pas diskutimeve që kemi pas në kryesi. E shtrohet pyetja kush nuk do ta mbështeste një kërkesë nëse ndërlidhet me masakrat në Kosovë në periudhën e luftës, pra 1998-1999. Pra atë se kanë mbështetur vetëm lista serbe në kryesin e kuvendit, por gjithë ne të tjerët, edhe ju, po të ishit në një aktivitet, në një mbledhje, në kryesi apo kudo tjetër, do të bënit njësoj. Ritheksoj edhe njëherë, na vjen shumë keq për atë çfarë ka ndodhur, edhe organizatorët kanë kërkuar falje dhe kanë shprehur keqardhje, ne bëm atë që kemi ditur, atë që kemi mundur që ta adresojmë çështjen dhe po ashtu menjëherë do të ndërmerremi me ndryshimet në rregullorën për subvencionim në mënyrë që situatat të tilla të mos na ndodhin tutje.